merre këshillën nga njeriu që ta do të mirën dhe që e njeh të mirën. Patjetër këto dy kushte të plotësohen te ai që ti ja merr këshillën. Mos i merr këshillat prej armiqve. Do thënë shumë prej muslimanëve i marrin këshillat prej armiqve të tyre. Do thënë kur flasin për çlirimin e gruas, për barazin, për rebelimin kundër ligjeve të Allahut e kështu me radhë, edhe muslimanët mashtrohen, sigur ata janë të folë për të mirën tënde, nuk të flasin për të mirë. Ata duan shkatrimin tënd. Pra merre këshillën nga njeriu që ta do të mirën, që do me të vërtetë ti të kesh sukses edhe përparim. Një, dhe e dyta, që ky njeri tjetë që e njeh të mirën edhe të keqen. Se ka mundësi një dashamir ignorant, do të thënë, të bën më shumë dëm se armiku. Të dikush që të do, po nuk di, ka mundësi më shumë dëm me të bën. Prandaj merre prej atij që e di, e njeh fenë e Allahut, edhe ta do të mirën me të vërtetë.